Të dashur deputet, kolegë, ministra, ju të tjerë tani nga ky të pëtesë këta që nëse se duan nuk duat e përmendemin. Unë kam disa sugjerime për disa ndryshime nomenklaturash, domethënë të emërtimeve të institucioneve dhe rrugëve. Për shembull, aeroportit Albania në Tereza, domethënë sikur t'ja kishim në aeroporti e Beroza do ishte më kështu, domethënë më thumbuese, më atraktive. Që e fundja në Tereza në Kalkuta e ka kryer aktivitetin e saj, nuk e ka kryer në Rimas. Ose në Domi, ose Laknas, ato zona rreth aeroportit. Kështu që Enveri ka qenë më shumë, plus i ka qenë dhe hero i punës socialiste, hero kombi, tash se të thuash atë që është ai e bën tek të shteti. Ishte për shteti padej. Përveç aeroportit, unë sugjeroj që edhe stadiumit Air Albania që ishte, meqense ka ngelur si pa emër domethënë, arena kombëtare Enver Hoxha 2, se për shembull njeshi do jetë në aeroportit. E në një rrugë, në një gjallë, ku t'i gjallë, në një sëndër. Po që këto domethënë, do të i hedhim në shqyrtim edhe të hedhim në votim, pasaj që të ashu që të zgjedhim. Besoj se nuk keni kondra, unë për vete nuk jam kondra, por gjithsesi ta shohim si do zgjedhim.